Ky vit për 55 pozicione të lira për drejtues shkolle janë shpallur për drejtorinë rajonale të arsimit parauniversitar në Korçë, ndërsa në total në të gjithë vendin janë 200 pozicione të tilla të lira. Thirrja për konkurim është bërë nga Ministri i Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manastirliu, gjatë një takimi me drejtues të drejtorive arsimore në rrethe si dhe mësues. Sipas ministres, formimi profesional dhe mbështetja e drejtuesve të shkollave është një investim në qelizën bazë të arsimit dhe ka një rëndësi thelbësore për të gjithë thecurinë e proceseve mësimore dhe mënyrën se si shkolla udhëhiqet dhe menaxhohet. Pozicionet të cilat shpallen sot janë pozicione në të cilat ftohen të gjithë mësuesit, aspirantët, drejtuesit, të cilët duan që ta çojnë shkollën në një nivel më të lartë, në një nivel të ri, për nga pikpamja e arritjeve, për nga pikpamja e rezultateve dhe e performancës shkollore, të cilët padyshim plotësojnë kriteret e përcaktuara në udhëzimet përkatëse. Ministria tha gjithashtu se ky vit për Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve do të jetë viti i proceseve transformuese në sistemin arsimor, duke filluar nga arsimi parashkollor tek ai parauniversitar dhe arsimi i lartë. Synimi është rritja e cilësisë në arsim për të gjitha nivelet të shkallës e edukimit. Në takimet që unë kam patur gjatë dialogut disa mujor të flasim për arsimin me mësues, nxënës, prindër, ka dalë qartësisht nevoja për të rritur rolin e mësuesve në proceset vendimarrëse të shkollës. Menjëherë pas përfundimit të fazës së parë do të vijohet me plotësimin e pozicioneve të reja, të cilat do të shpallen në funksion të plotësimit të gjitha shkollave me drejtues të përhershëm. Pozicione në cilat ftohen